Ishte edhe hotel atje. Një shtet dhe një komb serios, ruan Kalane për Sqopit. Nuk ndërton Budën, Zenin, Zoroastrën, të tilla idiotësira. Prandaj, dhe du të thesh dhe diçka tjetër, prandaj ne kudo që shkojmë si vend, nuk na marrin seriozisht. Se turqit thonë ju jeni musliman, krishterët thonë ju jeni as krishterë. Ne vim vërdall, në Vlorë bëjmë një muzeum për hebrejt që s'kemi lidhje fare, sepse në atë kohë që erdhën hebrejt në Vlorë, ajo ishte perandori osmane dhe shqiptarët s'kan lidhje fare me pritjen e valve që erdhën nga Spanja të hebrejve në Vlorë. Ajo është butafori komplet, një muzeumi të tillë në Vlorë. Është butafori, unë dua të bëj një shkrim pra, se s'ka lidhje me ne. Ka lidhje me perandorinë osmane, me perandorinë otomane, s'ka ekzistuar shteti shqiptar në atë kohë. 6.000 banorë kishte Vlora në atë kohë. Pra, ne po krijojmë gjëra të cilat nuk janë të ngulura në historinë tonë. Ne po krijojmë butafori, Disneyland.